Për të komentuar për dinamikat e ndodhura në Prime-in e mbrëmshëm kam të ftuar në një lidhje direkte Klevis Mile, gazetar. Klevis, faleminderit shumë për kohën. Kuri, faleminderit juve, do të përshëndes sot me një zemër siç u komentoi dhe dia kështu se si. Po pra, ajo tjetra ishte e Ledionit. Kjo është zemra tjetër. Si e pat dinamikat në Big Brother mbrëm? Guri, po thuaj se dijen atë Prime ka ndryshuar totalisht pak ritmi i lojës, ato dinamikat, janë komentuar shumë diskutime të ndryshme për te i Mirit dhe Selinës, se kjo është tema kryesore çdo Prime-i, nuk bëhet të mos komentohet, por ato tronditse, dy tema tronditse që ka qenë sa i përket dasmës që komentuar shumë dhe akuzave të forta që hidhen për një ndjenjë midis Selinit edhe Mirit. Unë ta kam thënë gjithmonë Guri që mua Selini nuk më bind për dashurinë e saj kundrejt Gimbos. Unë mendoj se Gimbo është viktima e radhës e Selinit por ta keq trajtuar në këtë lojë për favorin e saj. Ne flasim tani për një trekëndsh Bermuda, në të cilin trekëndsh bëhet fjalë Selin Miri dhe në kryet kemi Rogertin i cili luan me të dyja polet edhe i qarkullon banorët ashtu siç do ai, ndaç me ofendime, ndaç me çdo lloj loje që i ka zgjedhur bëhet dy brenda. Problemi qëndron se di në këtë Prime Selini ka dalë shumë keq në syrin e publikut, gjithashtu edhe në shtëpi. Arsyet janë sepse akuzat të rënda që kanë ardhur nga opinionistët, të cilën e kanë akuzuar për shikimet e tepërta që ka pas me Mirin edhe pse ajo i lë muhabetet e hapura midis Mirit, siç ajo ka kërkuar që Miri mos t'i lëri etj. Me pak fjalë o Guri, me i favorshëm e dije në të gjithë këtë situatë ka qenë veç Miri, i cili ka mbajtur një qendrim edhe të thënë të drejtën, Miri mu duk pak si me i pjekur në bisedimet e tija, pavarësisht se nuk e lanë edhe hëngri Selin duke i folur dhe mos ta lejoj duke folur Miri vetë më fal. Miri ka kap një si të drejtë dijen e Prime dhe ka dalë me i favorshëm midis gjithë kësaj situate të dasmës, për ftesat që janë bërë, që nëse Selini nuk e donte Mirin për çfarë ftovi në dasëm, e gjitha situata ka nisur prej këtu sa i përket Prime-i djeshme. Kështu që me i favorizumit të ta them edhe një herë ka qenë Miri në mes kësaj trekëndshit të Bermudës. Sa i përket teorisë Mateos që Rogerti është futur për të favorizuar Selin? Po, kjo ka qenë një tjetër diskutim e cila ka zgjatur mjaftueshëm në Prime-in dhe ka ngritur shumë debate në të shtëpi midis banorëve, opinionistëve dhe Ledionit po ashtu. Ka qenë Guri një hipotezë që Mateo ka diskutuar gjatë javës së kaluar me Shëndritin edhe Brikenën, duke hedhur një mendim në lojë dhe për mendimin tim ka qenë një ide shumë hipoteze e qartë dhe e zgjuar nga Mateo, që Rogerti është antagonisti i cili mundohet të favorizoj Selinin në lojë. Edhe nëse e mendojmë thellë o Guri, ka një lloj të drejtë sepse edhe Mateo edhe ne kemi parë qartë si surprizja që është bërë Rogerti ndaj gruas të tij me djalin. Rogerti aty është shprehur ka marrë këtu me një mision për dikë, emër nuk përmend, ajo nuk do, kështu që unë nuk do të zjas me tej sepse të flet vllai i madh dhe thot kujdes mikrofonin. Kjo ka lënë pak si pikpyetje në Mateon, i cili pas kësaj deklarate që e ka bërë dhe sipas lojës që po shef aty, duket qartazi që kjo gjë ka një rreth edhe ka një kuptim që pse jo, këta dy mund ta kenë krijuar këtë lloj gjëje edhe të dyja polet favorizojnë në njëjtën kohë, sepse ka një kuptim Guri, arsyeja se këta dy u ndan. Çfarë ka bërë Rogerti? Ka marrë në palën e tij Mirin, të cilin Mirin pothuajse deri tani e ka dhënë në gjumë, sepse Miri nuk po bën diçka tjetër aty brenda përveç se me Selinin, nuk e kemi parë të ketë një situatë ose të krijojë një situatë pothuajse pa Rogertin ose pa një ortak që kanë krah. Prandaj po them që kjo e ka një ide, dhe sa i përket kësaj familjet e tyre njihen jashtë Guri. Ne kemi parë dhe të intervistat që ka dhënë gruaja e tij në Top Albania Radio, gjithashtu edhe
tezës e Elinës, e cila ka dalë tek fan klubi me Kiarën, ku i ka deklaruar që po familjet njihen, edhe ka shpjeguar situatën e borxheve që janë përmendur gjatë qendrimit në shtëpisë të Rogertit. Pra, familjet njihen. Deklarata që bëri Rogerti gjatë surprizës e ka një kuptim tashme, por mbetet për tu parë, sepse unë e pash që i dogji shumë banorëve të brenda. Unë di Rogertin e kam parë shumë të urt, edhe nuk ka qenë Rogerti që ne na ka mësuar gjatë këtyre. Diçka nuk po shkon, edhe kjo hipotezë është shumë e rëndë. Më beso se do dalë një kuptim kundrejt saj dhe nuk do mbetet me aq sa diskutohet dje në Prime. Do të them pikërisht edhe opinionin që ka dhënë Arbri kundrejt Mateus Dia, unë e hedh poshtë sepse është herë e parë që mua nuk më pëlqen një opinion që ka dhënë Arbri kundrejt një banore të brenda. Mateo është treguar shumë i zgjuar në këtë hipotezë. I qëndroi mjaft bukur, pavarësisht se nuk e lejuan dhe nuk i dhan kohën e dur për ta shpjeguar ashtu siç donte ai, ose vetë Mateo nuk ka qenë mjaft i përgatitur për ta shpjeguar se si ka dash, por jam i bindur që e gjitha kjo gjatë javës tani që po kalon do bisedohet akoma dhe më shumë, dhe mendoj se na Prime dje sot pak ato grupet kanë filluar dhe po përçajnë sa i përket Selin, Gimbo dhe Greta, Shëndriti që është në mes në një palë, kemi Mateon dhe Brikenën në krau tjetër. Mbetet për të parë se si do vijojë kjo javë tani deri të martën, që të shohim se çfarë do bëhet realisht. Për të parë kemi parë një Gimbo i cili ka pasur disa kritika ndaj Selin. Po, ishte një moment që Gimbo duhet të kritikonte dhe pak Selinin në lojë, se përveç se dashurisë që Gimbo bën me Selinin, edhe ato kundërshtime që ka pas me Miri dhe me Rogertin prap me situatat e Selinit, nuk e se ka dhënë diçka në format. Edhe i duhet, sepse sado dashuri që të kesh me dikën, sado prap guri partnerin tonë e gjykojmë dhe kritikojmë në çdo lloj aspekti, jo veç me një lojë. Ka bërë gjën me të dur me Selinin në ty. E ka kritikuar, i ka thënë ato çfarë ka dashur me thënë dhe e propozoi jap dorën se edhe unë vetë isha po të njëjtën gjë të bëja. Nëse nuk do më pëlqente diçka te partneri im, do ja thosha troç. Kështu që Selini nuk ka pse e merr për keq. E merr si një shembull, ndaçe e lëm mjan. Por ka bërë gjë me të dur Gimbo dje. Si e pe përplasjen e Brikenës me Edisën, kush kishte të drejtë nga kjo përplasje? Po, të drejtë dhe fare kam pas të dyja palët. Mua më pëlqeu diçka dje e guri që Brikena më në fund është goditur dhe i ka dalë një kundërshtar në përballë edhe e cila mundoi ta zgjoj Brikenën, sepse sinqerisht Brikena ka shkollë thjesht nuk ka bërë asgjë në shtëpi. Është momenti që Brikena të rinisi lojën e saj dhe të tregoj vërtet se për çfarë ka hyrë aty brenda, se ky është Big Brother, nuk është një hotel që ham, pim, rrim, krijon një situatë dashurie, në një debate dhe kaloj. Edisa më pëlqeu deri diku, por nuk më pëlqejnë shumë ato ironitë e Edisës që ka kundrejt Brikenës dhe fjalimet e tepërta që ka thënë Edisa për Brikenën gjithashtu, të cilët nuk u dëgjuan Bram dhe nuk u dha mundësia Brikenës që ta shpjegojë, sepse Edisa e mbyti sepse Edisa ka ardhur përgatitur me këtë mision për të zgjuar Brikenën dhe të kundërshtojë dhe Mateon, që çifti pothuajse të bëjë një hap më tej, edhe ka ndikuar shumë guri, sepse është e vërtetë ajo që thoshte Edisa dje, që pasi ka filluar gjithë ky debat me Edisën, kemi parë një afirmitet më të madh ndaj kundrejt Brikenës me Mateon. Ato përqafimet janë bërë më të afër me tani guri, ato puthjet janë bërë çik më poshtë nga qafa, edhe nuk e di, është xhelozia, a thjesht Brikena po do ta përdori pak më shumë letrën e saj me Mateon aty, apo thjesht po ndjen, ka filluar dhe po ndjen Brikena për Mateon. Nuk e di, thjesht ishte një debat shumë i ashpër për të dyja palët dhe normalisht që ajo që u godit më shumë dje në Prime ka qenë Brikena dhe ka dalë më së shumti keq. Shpresoj që të reflektoj Brikena pas të gjithë kësajt që i ka ndodhur dje, edhe ta shohë çik me një synim këtë drejt ndryshe lojën e saj aty brenda, sepse ka shumë mundësi, ka shumë gjëra për të bërë, thjesht duhet të dalin ajo gjëja që po mundohet
të nxjerrin në publik. Nuk është ajo Brikena, jo gjithmonë po thoj se nuk është ajo Brikena. Brikena duhet jetë më i çiltur, duhet jetë më lirshëm, të jetojë më burr. Mua më gjan Brikena se është një robot her pas here. Ato lëvizjet, nuk e di, ai mendon para se të bëj çdo gjë, po nuk është reale gjithmonë. Prandaj dhe shumica japi të drejtë disës. Kjo është e gjitha. Shpresoj që të reflektoj Guli. Lëviz, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve.